Tina djali ka kaluaj e koha e ka hangër kashtën, sot është këtë diçka tjetër ndryshe, unë e po shpresoj që edhe Zotin Shaulli ka mjaft respekt nga shoqëria tani. Bishpa ku? A pe pret studio se po thot për por mu nuk është problem. Bazacan, nëse daj urdhë hajde në studio, se po thot unë e pret studio. S'është problem për ata. Nëse do hajde në studio. Let shkon Fatmiri, kur shkon Fatmiri vjone edhe ballafaqohemi në studio, unë edhe ti, më gazetarë dhe shohëm, a janë ato originale, janë falsifikume. Ja, vetë pak, a munësh, më falë, o inderum, Hasan, apo më dëgjon. Unë e deshta me dalë të qikja në qëto dokumentat tua, nëse janë besushme që tua, të koka e besushme pra ti kuja ke puth danicës dorën, pra. Apo kuptan? Ja, nuk është e besushme, adin për çka nuk është e besushme ti. Po ku të të besuar që ty në përdesa në vitin 1997, kur ti po pretendon që to jenë kostypura me maqinë. E ki parasysh. Dhe jo mënyrë kompjuterike. Ky po pretendon që ti ki tash me kompjuter shkruane basa asaj. Po pra, dhe janë me qëllim caktun këto të shtypura këto letra me qëllim caktun nga ish prokurori i Slobodan Miloševićit që ty ti kanë shumë dorë. Që to moja merë mëse harra. Se që ato letra që ti i ki nuk është shumë zërë, hinë Google i gjanë ato, që ato i jenë edhe në Google, se di sa po më kuptan. Po këto jenë bo me qëllim caktun, o inderun Zëneli. Apo më kuptan ku më du me dalë. Këto e ka me qëllime caktume, ti i antari shtabit përgjithshëm, ti nuk u të më silë këtë formë, mos o banë, mos o më nëmi mi emitu në Zimblacën, por rre si Hasan Zëneli, si luftetari liris, si antar i shtabit përgjithshëm, si antar i grupës setës flapit, dhe rre dinitaz, e di që ki hale, ki preokupime për shda dit, po maje vetën më sëllësha vetën burë. Maje vetën, se je antar i shtabit përgjithshëm. Unë veç një po du me ju thonë, që absolutikisht nuk kam asni halla dhe asni breng, se unë me jetën e përditshme shumë mirë ballafaqohem. A mundesh më argumentu që ti si ke kërku parën a i Hasanit për qëtë punë, je më nuk i shantazhu. Po, qështë të argumentoj? Po. Qështë të argumentoj? Atëherë argumentoj pro përmes Jakub Ismailit. A Jakupi Gjallo? Nëse u po shpifi, nëse ti me në qërë po shpifi diçka, mundesh po më qurë në prokurori për denoncëm, s'ka problem. Ja, unë e prokurori se kam njët me që kërkan. Ja, nëse ti me në qërë po të shpifi diçka, urdna që këki prokurorin. Pra, ta kish parasysh, nëse dënë më me ta cek edhe kafe, ku ke pi kafe ti me Jakupin, unë më kam një tavolin mes. Cila është kafe? Nuk e cek e kafen. Po këtë ti pëllu nëse dënë, këtë po dënë. Cila është? Ja, s'po dënë, s'po më thotë këtë që po dënë. A po dënë pasasa më ta cek kafen a ju? Po mërë qysh jo? Po dënë. Cilin kafe? Në kafeterin Nero në Olpion. Po që atë rrio në Olpion me Jakubin për dit? E thonë që atë rrio dhe më ka rastis biseta jote se ishe ka nervës Hasan Zëneli, sa shmu ishe bërtitëshe. Në ashtë atë shkujtoj se ke folim lëfosë, po ishte fjallë, më me ti argumentu që është dush. Dhe gjo, unë e me bërtit bërtash, mu i me bërtit. Jo, ishe konim lëfosën. Hasan Zëneli, jam konim lëfosën, a din për çka? A për din për çka? Jo, nuk e di të edhin. Se po shpefne ju gazetarë të Bubazhelit. Jo, shumë nga përë. Unë të argumentoj që është dushke. Ose ti të shme shumë për Nëse thot Jakub Ismaili, su ka që është në ty të kam parës. Që është dush? Qas që thot? Nëse thot Jakub Ismaili, s'ka thonë Hasan Zëneli, që është thonë që ka dush? So një më ka që të kumni. Tavolinën mesë e këna thot. Qam këni, qka? Qka më keni? Ti së është të vërtet që më keni? Që kom lipu në këna pare, që që lipu në këna pare kur? Veç pak, a ke thonë, më falë, a ke thonë, unë e si kam as 200 euro në kartelin e bankës teme, e këta kam milionat. A ke thonë që shtu? A ke thonë, i kam që tu krejt në telefon, ke thonë, i kam krejt që tu, kam jam zirë tonë veran, kam jam bo publike, kam jam bo në kështu. A ke thonë që kë Dibran Fylli është duke jetu me qira. A ke thonë? Tu nga të.
A përse që nuk ja full të katën? Ja, Hasan Zeneli, je antar i shtabit përgjithshëm. O nderum, je antar i shtabit përgjithshëm. Je antar i grupës Sjetës Llapit. Bashkë qytetari Zahir Parazitit. Po ti të regon mu kur po më takon mu e me i po letra. Jo, ato letra i ku po në internet janë bre Hasan. Ma bre sa ato letra. Po për zotën e më po jeni dënu ju, po jeni gjyku ju, shty pora me maqinjen ko, nuk je kom njërë kompjuterike sigur ta në kohë moderne. Po, me maqinjen janë krejt letrat me maqinjen. Nuk janë me maqinjen, janë njërë kompjuterike të shkrune. Vesh nga një diçka, nëse qëto letra janë të dyshuara, të falsifikuara diçka, unë e baj përgjërësi. Ti nuk mund të baj përgjërësi dhe të s'ke punua gjystar, as duke ko ekipe gjystare sa të, as duke ko e prokuroris. Ty ti ka orë shatë Milaki ti ka orë ato dokumenta, oj, ndërum Hasan, që të po du të dadën. Në qëllim saktur ti ka dhënë. Po pra. A jene deshëm që jetë të full, mas pari. Kesh tyje, bas Hasan. Po, qysh jo, dëgjam një pak, mëse bo një halakam si kur zhobat në po, se mës me marrë vesh kërkur shka po flitet. Hajde, okej. Po, de? Hajde, ka falë, po. Unë i kam letrat. Unë e kam u ballafaqu me këto letra dhe me shoqërinë, se kemi formu ekip tashna. Me i konstatu letrat qëfare janë. Qëfar ekipe ki? Qëfar ekipe ki? Futbollet, të letra. O, me ekipe kam Jakupin, kam shok tjerë që merën me këtë halë. Po qëfar, më falë, bi bazën e skafit e ke formu këtë ekip, se s'po kuptaj, qëfar ekipe? Bi bazën e kësaj që po thani janë të falsifikume. Jo, bre, zotni, ti, qa jetë të desh me bo me shtë letra, ty s'pidi për çka ti, po delë po full në emision, po shpif kundër njerëzve të caktuar, kundër shokëve tu, konkretisht kundër shokëve tu po shpif. Nëse gjykata e konstaton që kjo është shpifje, unë e pranoj dënimin e merituar. Jo bre se nuk kanë rregull asa Zeneli ti me dalë me ato letra e me bo kamuflazha këtu. Apo kupton? Nuk ta ka ty se ti, ti më ke thonë mu nëse unë e mbroj najt Hasanin. Jo veç diçka, nëse ti ki me drejt në tonë, kena me të mbroj ty. Po nuk është ashtu që shti po me nëse që të letra ty ti ka onë Rashat Milaki, ish prokurori i Slobodan Miloševićit ti ka onë. Edhe ti ka onë me qëllim caktun, a je i vedishëm. Masa ato janë, po pse bashkë qitku? Pse s'ti prada që ke lutare? Po thot pse bashkë qitku ke dollë Agimi? Pse bashkë qitku ke dollë, po thot Agimi? Qka të desh në qitku? Qysh? Po që të desh në qitku që ti pinzesh dhe leta, pse? Më falë, apo do në me shku në gjykatë speciale më po dëshmitara